Edhe gëzim, a keni në listë asambles, dikon që ndërtues? Jo, në listën prej 56 kandidatëve nuk ka asnjë prej ndonjë familje që mirën me çështjen e ndërtimit, veç një sqarim lëvizja vetëvendosje nuk është kundër ndërtimit dhe kundër ndërtuesve, po për të qenë korrekt në pyetjen tuaj. Vetëm unë po pyes këtë pyetje jo pse ndoshta edhe emisioni jon s'është kundër ndërtuesve, po doj me ditë sepse përshtypja për asambleista tradicionalisht është që janë mbështet prej ndërtuesve, dhe ata që e kanë çuar dorën janë pasi njerëz që po shtyjnë plane rregulluese. Çfarë përshtypje po duaj me sqaru? Sokol, njëjtë para se më shku tutje, a ke dikon listë LDK-s për asambleë që është ndërtues apo familjes së ndërtuesve? Nuk është se kam një informacion se dikush është, po nuk e kam këtë informacion, besoj që jo. Faleminderit Ganimete, a keni ju në listë dikon që është ndërtues? Në dijen time nuk është. Okej. Drilon, a ki ndërtues mes asambleistave? M'fal, jo Drilon me drejt për ty. Nuk kam këtë jemi dhja me qika qytetit që një mirë hollët e ma hollëve tonë. Faleminderit, Besian. Sepse mendoj që kjo është A keni listë njerëz që janë ndërtues ose familjarë? Drilon, së të pyta ty, a keni listë njerëz që janë ndërtues? Jo, më përgjësit plotët. Faleminderit, Qëndres, a ki dikon listë tënde, t'jujen, që është ndërtues apo fëmijë ndërtuesve? Jo, nuk kemi. Jetën, a keni listë asambles dikon që janë ndërtues? Jo, nuk kemi në listë profesionistë fushave të ndryshme nga shëndetësia, arsimi, arkitektura, ekonomia dhe energjia. Masi ju s'keni duket kandidat për kryetar, po të pyes tash me shfrytëzu rastin, a keni donator që ju finanson që janë ndërtues? Partia Guxo dhe vetëvendosja në koalicion. Duke qenë në koalicion, domethënë ka një formë të ndryshme të përthithjes së financimit. A ki asnjë donator që është? S'keni?